Sa po lexuam nga letra e apostullit Paul që ai ja drejton Thesalonikësve. Disa gjëra që të bëjnë përshtypje te kjo letër ose te ky kapitull, vargjet e para. Është interesante që Pali i thot kishës në Thesaloniki që shiko, thot, ne falenderojmë Perëndin tuaj gjithmonë, duke e kujtuar në lutjet tona për veprën tuaj të besimit, mundimin e dashurisë, durimin e shpresës në Zotin, besimin që keni. Disa gjëra që i inkurajojnë çdo besimtar është në fakt çdo njeri që edhe besimtar të ishte fjala më e duhur që është kur shikon vëllezër dhe motra që i inkurajon që vazhdojnë të qëndrojnë në besim pavarësisht sfidave, vuajtjeve, problemeve, shqetësimeve që jeta të përballë. Sepse është shumë e lehtë që neve të largohemi dhe të heqim dorë nga besimi, nga Perëndia. Por Pali ja kujton Thesalonikësve në këtë rast besimi juaj, fjala juaj, veprat tuaja kanë treguar, është si thua, nami ju ka dalë, njerëzit ju njohin për shkak të besimit tuaj, për shkak të sjelljes tuaj të krishterë. Ju tashmë jeni njerëz të Zotit. Ata e pranuan fjalën e Perëndisë me gëzim të madh, me besim. Po të shikosh edhe ky kapitull është i shkurtër, por ka disa të vërteta shumë të mëdha. Sepse Ungjilli në vargu 5 nuk erdhi deri te ju në vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me frymën e shenjtë dhe me shumë siguri, siç e dini si jemi sjellë në mes tuaj për shkakun tuaj. Dhe ju u bët imituesit tanë dhe të Zotit, duke pranuar fjalën me shtrëngim të madh, me gëzimin e frymës së shenjtë. Ata jo vetëm që e pranuan fjalën e Perëndisë, pavarësisht të vështirësive që ata ndodheshin në ato momente, vuajtjeve që ata kishin, madje ishin në një vend ku nuk lejohej ose të thuash ata i vrisnin të krishterët. Pali kurse disa herë është rrahur për shkak të besimit që ai kishte si i krishter, sepse në Greqi e lashtë shumë ishin idhujtar, adhuronin shumë perëndi që nuk ishin të vërtetë, por ata besonin sigurisht. Edhe Pali vjen dhe i predikon Krishtin. Kishte nga ata njerëz që besuan, edhe kisha në Thesaloniki ishte ky grup njerëzish, le të themi, që i besuan Zotit. Dhe jo vetëm që besuan, sepse Jakobi thot edhe djalli beson që ka një Zot, por dridhet prej emrit të tij. Pra nuk është vetëm besimi që neve kemi nevojë të besojmë, pra le të themi që besojmë në Zot edhe kaq. Por kemi nevojë akoma më shumë, edhe me vepra. Dhe Pali thot, vargu 6, ju u bët imituesit tanë dhe të Zotit. Pra me fjalën që ju dëgjuat, ju e besuat që ishte e vërtet dhe ju e filluat ta jetoni. Pra duke falur dashuri, duke mos gënjyer, duke mos vjedhur, duke mos përdorur njerëzit për keq, duke mos urryer vëllezërit, motrat, njerëzit më të afërt, për duke ndihmuar njëri tjetrin. E të gjitha këto neve mund ta përkufizojmë jetën e krishterë, si ashtu dhe duke përmendur dhe frytin e frymës së shenjtë që Pali e përmend te Galatas. Vargu 7, jo vetëm kaq thot që juve ishit besimtar ose edhe u bët imituesit e Perëndisë, por ju vet u bët shembull. Pra të tjerët po ju merrnin juve si shembull. Ja, shiko vëllezërit,
në Thesaloniki ata e besuan Zotit, ata qëndruan në Zot. Edhe ata, edhe njerëz të tjerë pra inkurajoheshin dhe kërkonin që të vazhdonin të qëndronin në besim. Ndaj është shumë e rëndësishme të takuarit së bashku. Fjala e Perëndis na inkurajon jo vetëm një herë në javë, por dhe gjatë javës të takohemi, të mblidhemi së bashku, duke ndarë forcën vepruese të fjalës së Perëndis në jetën e gjithë secilit prej nesh. Dhe kjo na bën edhe akoma më të fortë dhe na ndihmon që të jemi në Zot. Vargu 8, sepse prej jush jehoj fjala e Perëndis jo vetëm në Maqedoni dhe në Akaj, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj te Perëndia. Pra sjellja, jeta që ata njerëz po banin, predikoi shumë fuqishëm tek njerëzit e tjerë, tek ata që ata njihnin. Edhe të tjerët po besonin, po ndryshonin jetën e tyre, po ja jepnin jetën Krishtit për shkak të besimit të tyre. Besoj që gjithë secili prej nesh do të inkurajohej kur të shikonte një personin e tyre të afërm duke ndryshuar nga një person i rrugës që breth e ndej këtej edhe që bën vepra të këqija. Ndryshon plotësisht edhe mblidhet, atëherë edhe neve vetë mund vendosim që të besojmë për shkak të forcës vepruese që ka vepruar tek ai njeri. Fjala besimi juaj u përhap, thot, u përhap, sa që ne s'kemi nevojë të themi ndonjë gjë. Aq jetë të perëndishme ata banin, sepse fillojnë që të rritesh. Është interesante që një njeriu ka një kohë lulëzimi, ku shele dhe jep fruqin e vetë dhe jep maksimumin e, por ka dhe një kohë thatësire. Edhe Perëndia e përmend shumë herë në Bibël këtë gjë. Që do të neve mund shkojmë, mund të jemi në progres dhe të kemi të mira materiale, por nëse neve nuk kujdesemi dhe nuk kursej, neve nuk mund të qëndrojmë thatësira. Nuk mund të qëndrojmë vuajtjeve, problemeve, shqetësime. Ndaj që ashtu është dhe nëse neve nuk forcohemi në besimin tonë, kur jemi ose nuk e servisim, le të themi, atë qenien tonë shpirtërore, tani kur jemi në kohët tona më të lehta, ne nuk do të kemi fuqi që të qëndrojmë në kohë të vështira. Është interesante se njerëzit sa më shumë të kenë, më shumë në kohë. Ta besimtarë këtu në kohë të vështira, në kohë vuajtjesh, në kohë kur ata nuk kishin, ata kthyen në besim. Në kohë kur njerëzit dhe shteti dhe qeveria në atë kohë i shtypte, i përdiqte, i vriste, i rrite, i burgoste, që mos të qëndronin, që mos të besonin në Krishtin. Kurse sot, neve kemi të gjitha mundësitë e mundshme që ne mund të qëndrojmë, të adhurojmë Perëndin, neve kemi ankesa, ne nxjerrim justifikime nga më të ndryshme. Ka kisha në Afrikë në fakt, edhe kisha në vende të tjera kur nuk kanë një ndërtesë që të mblidhen së bashku të adhurojnë Zotin, por adhurojnë Zotin poshtë një hije të pemës. Ka kisha që nuk kanë Bibla, nuk e kanë mundësinë ekonomike, ose nuk u lejohet që të kenë një Bibël. Përsëri e gjejnë mundësi. Kurse neve kemi Bibla, kemi Bibla në letër, kemi Bibla në anë elektronike, kemi shumë përkthime, edhe përsëri neve ankohemi, ne nuk gjejmë dot kohë që të adhurojmë Perëndin, ne nuk gjejmë dot kohë që t'i përkushtohemi Perëndis. Për shembull, mund të ketë që nuk kanë ardhur, nuk janë bashkuar
së bashku, duke gjetur ose duke i dhënë prioritet diçkaje tjetër. Kjo është midis atyre dhe Perëndis që ta gjykoj. Por ajo çfarë është e rëndësishme për t'u theksuar këtu është që njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin, njerëzit kanë nevojë kur shikojnë besimtar që e vendosin fjalën e Perëndis në praktik. Pali ishte një apostull. Pali kishte edhe gjithashtu edhe fuqinë dhe shpesh herë kishte edhe fuqi shëruese që të shëronte të tjerët. Por në letrat e tij neve lexojmë që ai ka nevojë për besimtarë. Ka nevojë që të shikojë, ka nevojë që të dëgjojë, që të tjerët po vazhdojnë në Zotin dhe po e jetojnë jetën e tyre për Zotin. Ka nevojë për këtë lloj inkurajimi, ka nevojë për këtë lloj ushqimi. Për gjithë secili prej nesh ka. Ne mos na shkojë në mend që neve jemi të fortë, neve mund të vinë herës tjetër, neve i qëndrojmë të fortë problemeve, shqetësimeve, edhe duke mos e larguar besimin tek Perëndia. Por në fakt është sa më shumë kohë neve shpenzojmë larg fjalës Perëndis, larg kohës në lutje, aq më shumë neve largohemi nga Perëndia, aq më të shkret bëhemi në shpirtërisht. Dhe akoma më e vështirë do të bëhet. Lexojmë vargjet 9 dhe 10, sepse vetë ata tregojnë për ne çfarë hyrje patëm te ju dhe si u kthyet nga idhujt te Perëndia për të shërbyer Perëndisë së gjalla të vërtetë dhe për të pritur prej qiellit birin e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurit, Jezusin që na shpëton nga zemërimi që po vjen. Pali tek vargu 10 përmend dy gjëra shumë të rëndësishme. Jezusi do të kthehet përsëri, por në momentin që këtë radhë kur të kthehet, nuk do të kthehet më si shpëtimtar, por si gjykatës. Edhe thot Jezusin që na shpëton nga zemërimi që po vjen. Tani është koha që ne të pranojmë Jezusin, pranojmë besimin, të qëndrojmë, të ndryshojmë jetën tonë në mënyrë që kur të vi përsëri të na largojë nga zemrimi. Mos futemi pjesë e të dënuarve, atyre që meritojnë vdekje. Është Perëndia përsëri që gjykon, është Perëndia që i ndan të gjitha këto gjëra. Kush ka qenë dhe kush është një besimtar i vërtet, kush është një besimtar i shtiru, kush nuk e ka marrë mundimin që të shpenzoj kohë me fjalën e Zotit, të ndryshoj jetën e vet, e ta ndajë atë me të tjerët. E Perëndia që gjykon, nuk jemi ne. Ne kemi për detyrë që të ndihmojmë njëri tjetrin, ta inkurajojmë njëri tjetrin, të kujtojmë njëri tjetrit që Perëndia është i gjallë dhe është atij që neve duhet i shërbejmë. Mirë, paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.